Shqyqoni Serbt, mitin kryesor e kanë Kosova me konë zemra e Serbisë. Ka Dobrica Ćosići, ka dëshmu që gjitha vepra që i ka shkru me trillime, për me bind popullin që me luftu për... Nëse ishe kanë kryeministër veç një ditë, çfarë ndryshime kishe bo? Pa me pas rast me bo, nuk e mendu që ashtë fel, po mas pari e kësha bashku krejt Kosovën si që Albini po bën, po pretendon të është sa ka arrit nuk e di, sa do të arrit nuk e di. Uroj këto zgjedhjet të kenë sukses më të madh, një ndryshim radikal le të jetë në kryesinë e Kosovës. Në Kosovë nuk kishe bo ndonjë ndryshim përveç me i bashku krejt shqiptarëta? Po çka me bo? Investimet nga jashtë mi pru, që ato e numër 1 më transishme. Pa ato nuk ka perspektivë, nuk ka zhvillim. Për me vetë rinia këtu, për me zhvillu vendin e vetë, që ajo është numër 1 kusht. Tjera, toni, jeta nuk është shtrajt kërkun, luksi është i shtrajt. E në Kosovë qa po menon, ashtu bo jeta ma e shtrajt shumë shpejt i qysh? Suazat normalis. Nuk është, gjdo zhvillim, gjdo transakcion i do këtë dikuj që së mësu, që është një ndryshim i madha, por jeta e shtrejt, por nuk është normal e shtrejt. E për dorëheqjen e Kurtit prej postit kryeministër, çfarë mendimi keni? Për? Për dorëheqjen e Kurtit. Po, ma mirë është me bo ndryshime politike, ideore, kadrovike. A e ka pas në qëllim caktum, çka po menon? Nuk po du me... Ka pas, po s'po e ceki këtu. Pse s'po e cek? Jo, nuk kam nevoj me u hasmu me njërës tjerë, se unë jam posafir të përkosisht. Prej cilit vend kemi? Nuk muj me ndryshu kur gjohë, qka do të thamë, na jemi si kur tifoz e futbolit, ata futbollerat e pasun lujnë e na të varfnit aplaudojmë. Qashtu edhe nalt, ata e lujnë rolin e vetë, na t'ja ullqojmë rrugën, na i kemë punë tona, të merrem me punë tona. E çka po menon për këtë fjallën e urtë, nashta me thonë që shqiptarët ma shumë kanë llafe se sa vepra. A është e vërtet? Është e vërtet, po miti filozofik që ashtu formohet. Nëse shemull e kryon një filozofi që dënë me arrit diçka, edhe pretendon, atëre ja arrin. Shqyqoni Serbt, mitin kryesor e kanë Kosova me konë zemra e Serbisë. Edhe vetë ai që ka qenë kryetar, s'pun kujtot, ka Dobrica Ćosići, ka dëshmu që gjitha vepra që i ka shkru me trillime, për me bind popullin që me luftu për mitin e vetë. E sa i përket TikTokit, apo mendon që rinia kosovare po shpenzojnë shumë kohë në TikTok? Shumë po shpenzojnë, unë e kësha ndërprej si Edi Rama, e ka ndërprej, kom dëgju qështu. Ja, se ka ndërprej. Joa? Jo. Qka ka ndërprej, lojlat e fatit, apo qka diçka? Jo, ka thonë për TikTok, po akoma ekziston TikTok edhe në Shqipëri. Po edhe mirë është edhe që ekziston, le të defrojnë rinia, qëfar mënyrë të gjojnë, le të defrojnë, demokracia është e ka... Jo, a kaloni shumë kohë në TikTok? Jo. Nuk kaloni? Nuk kaloj. Kaloj në Facebook për shkak mjetëve të informimit, se nuk rrinë shpe, jam gjithmonë lëvizje, edhe më duhet mi përcjell ngjarjet më aktuale. Që sotit s'kom pas kohë me ndigju, sonte kur shkoj aty lexoj TikTok.